Në programit Kosovo Today do flasim për zhvillimet në skenën gjeopolitike. Ka qenë në fakt një deklaratë e presidentit rus Vladimir Putin që ka ngritur alarmin global me këtë deklaratë të fortë. Moska është gati për luftë me Evropën, tani për tani ndonë se sipas tij Rusia nuk synon një përplasje, por do përgjigjet nëse Evropa e nis. A është ky paralajmërimi më serioz i Putinit deri tani, çfarë kupton për sigurinë e Evropës? Flasim bashkë tjerë gjatë me një panel ftuar. Lutuj Bilialli është në studio, kënaqësi të kemi. Faleminderit. Misha Pumo, për na thënë atë që ka menduar Putin saktësisht. Faleminderit shumë nga Moska na lajmërohesh. Kënaqësi. Është kënaqësi, përshëndetje. Emanuela Durmishi, kënaqësi për herë të kemi në programin e dashur. Edhe për mua gjithashtu. Dhe me që nuk kemi biseduar më ati kohë, zonja Durmishi, do ta fillojmë këtë bisedë së bashku me ju. Si shikoni realisht këtë adresim të mos e quaj kërcënim të Putinit? Atëre, duhet parë dhe në nivel kohor. Kjo deklaratë e Putin vjen pas deklaratës të admiralit Giuseppe Capodragone, një general italian që në fakt është dhe president i Komitetit Ushtarak të NATO-s, i cili foli për ndryshimin e paradigmave se si është implementuar deri më sot konfliktimi midis NATO-s dhe Federacionit Rus. Nuk foli për një konfrontim të drejt për drejt toksor, do të thoja, ushtarak, por foli për përforcimin e asaj që është konflikti hibrid, në të cilin Rusia, do të thoja në fakt që në kohën e Covidit, vazhdoi në mënyrë të përshpejtuar drejt Europës dhe jo vetëm drejt Europës. E ka bërë të Emanuela, çka i ka mbetur në fakt, vetëm prek sustën apo pullën atomike, sepse në realitet kjo është një fal luftë, Evropa është në luftë me Rusinë duke ndihmuar Ukrainën, me fjalë të tjera, dhe po ta shohësh në spektër të gjerë, është keq për Rusinë çfarë i ka ndodhur këto 4 vite, sepse ne presim një dominim shumë të madh të Rusisë nga ajo që ndodhi e Bilalli. Kështu pak a shumë, nëse duam ta shohim drejt situatën, kështu është, dëmet janë të mëdha, ka pasur natyrisht dominim se ka atë fuqi, por ne do të presim shkatrim më të madh të Ukrainës nga Rusia, se po bëhet fjalë për Rusinë. Sigurisht, po do të vazhdojë Emanuela, po e bëjmë kështu si pak më interaktive, a? E kemi me ke drejt Jehona, shef Yuri Ushakov, këshilltari për politikë të jashtme, ka dhënë një deklaratë interesante që rusët dëshirojnë të qëndrojnë në 3 pika stoik të pathyeshëm. Bile thuhet që në takim me Sven Witkoffin është shtrue plani 28 pikësh, bashkë kanë gjitur edhe me 4 dokumenta tjerë, me siguri që është edhe në plan evropian. Rusët në 3 pika jënë më duket që jënë pathyeshëm në atë aspektin territorial, demilitarizimin dhe legalitetin ndërkombëtar të marrëveshjes paqësore që të shndrohet në dokument ndërkombëtar të njëjtë. Edhe tashti këto 3 pika, shef, Gjermante ka një fjali që është rutinë e përditshme për asaj që për këtë luftës. Nuk jem për luftë, por që se dëshironi për të shënë. Pra, edhe Gjermanët edhe Putin njëtë që për dhe mendoj që Carbone, generali italian, se di, italianët janë në karakter kështu janë ndonjëherë emocional, por të mirët seriozisht këtë deklarate, me që se ka pas fjallë e kërmëve, edhe na ditë kemë folë edhe me Kronin, ma të për në aspektin e luftës hibride. Nuk e besoj që ka budalenj që mendojnë të susta. Por Putini me orë të tëra ka bo bised me Witkoffin. Edhe dhëndri i Trumpit, Gerald Kushner ka qenë, me qenë se ka dokumentacion që Andriy Yermak me ko ka kërkuar të eliminohet me insistimin e Zelenski që dërë pjesëmarrja e Kushnerit, dhëndrit të Trumpit. Këta kanë pas një shkëmbim me Pompeon, ishte sekretarin e shtetit, ma herët republikan kuptohet. Mirë po, të nisëm të esencat e fjalia e luftës. Besoj që është ndoshta një momentum që rusët kanë hyrë në fazën e tillë kur nuk i kanë punë të keq në teren, në tokën e ukrainase, dhe mendojnë të imponojnë situatat e tilla. Dhe dyta, është përqarja dhe fragmentimi mes evropianëve dhe amerikanëve deri diku ka rritur. Kruniam, lejon t'ja ma një mendim për këtë Emanuelës? Pra, qka i mbetet Rusisë të bëjnë këtë moment? Po ndodh kjo që e thot Bilalli, apo, sepse, natyrisht, ka 3 herë që shkon një marrëveshje te Trumpi deklaron se u krye marrëveshja mes Ukrainës e Rusisë pak alla Trumpski, por që a është kjo për të blerë mbase edhe
apo të bërë presion për para një marrëveshje, apo çfarë taktike është kjo? Atëre, unë këtë edhe në nivelin e taktikave, si e thatë dhe juve shumë mirë, jam dakord me zotin Bilali, do të shtoja vetëm diçka në panoramën e përgjithshme. Thjesht kjo është implementimi i politikave që ka nisur shumë më parë, do me thënë, forcimi investimeve të komunitetit evropian në armatime, shkëmbimi ose do të lëvizja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një nivel tjetër, do të kujtoja që në momentet e fundit, kur flitet për ndihmën e dhënë Ukrainës, ndihma ushtarake e Shteteve të Bashkuara është dhënë, por i është dhënë NATO-s dhe është paguar nga Europa. Në këtë moment po çohet përpara kjo politik, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara po investojnë në një nivel tjetër, komplet tjetër, edhe pse nuk flitet, është ajo e mbrojtjes hapësinore. Kështu që jemi në këtë nivel me që lëvizje të kërcënimeve për të arritur në implementimin e investimeve europiane brenda për brenda. Për sa i përket pastaj planit të paqes, nga dolën edhe disa audio në momentet e fundit të takimeve midis Witkoff edhe homologut të tij rus, të një mos balance do të thoja në favor të Rusisë të traktatit të fundit. Por do të shohim diçka. Ka të drejtë Bilali kur thot duhet ketë shumë kujdes Europa se po çohet dëshquar përpara një moment i konfliktualizimit midis fuqive të mëdha, në të cilin humsi më i rëndësishëm do të ishte Europa, në qoftë se nuk do të dinte të çonte përpara një politik të bashkuar. Po, e qartë, por çështja do doja të kaloj tek zotri Pumo dhe të ndalem pak tek çështja adresimit të Putinit edhe gjithashtu situata aktuale. A zotri Pumo si duket si pasojë e mungesës së luftëtarëve me përvojë nga ana ukrainasve dhe komplet resurset humane dhe gjithashtu edhe resurset teknologjike, pra e kam fjalën për municionet, duket se e kanë dobësuar frontin Ukrainas. Por, a janë shtuar edhe apetitet e Rusisë në këtë moment duke marrë parasysh të njëjtat gjëra? Besoj se po. Rusia po fiton terren në fushën e betejës çdo ditë më shumë dhe përparimi i ushtrisë ruse tashmë është i dukshëm, nuk është me hapa të vegjël si më përpara, flitet që në nëntor, do të thënë përparimi i saj ka qenë rreth 5000 km2, që është dyfishja asaj që kishin marrë për tetorin dhe shtatorin marrë së bashku. Mirë po nuk është kjo thelbi i deklaratave të Putinit. Jam dakord me bashkëfolsen kur tha për deklaratat e admiralit italian. Nga njëra anë kuptohet domethënë qasja e NATO-s në këtë konflikt, nga ana tjetër mund të bëhej edhe pak këto deklarata për të hedhur më tepër benzinë në zjarr, sepse në Rusi po e nënvizojnë vazhdimisht që perëndimi kolektiv pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdon të minojë çdo përpjekje për paqe. Kështu të paktën deklarojnë këtu në Kremlin. Presidenti Putin, unë e dëgjova vetë personalisht fjalimin e tij kur tha këto fjalë, ai deklaroi që unë për të 100-ën herë po e përsërista, e filloj me këtë, për të 100-ën herë përsëris që Rusia nuk ka ndërmend të sulmojë Europën. Po me sa duket, ka dëshirë Europa të sulmojë Rusinë apo të bëjë luftë me Rusinë. Nëse ajo do të dëshirojë të bëjë luftë me Rusinë, ne jemi gati. Që tani, kështu tha ai. Dhe pastaj sqaroi më tej, tha që kjo nuk do të jetë luftë si mes Rusisë dhe Ukrainës, kur neve tha jemi të rezervuar disi në veprimet tona ushtarake. Aty s'do të ketë hesap fare, tha, se si do të i godasin. Dhe më tej, tha, nuk do të kemi me këtë bisedojmë më. Pra do të avrasin të gjithë në Evropë, si pas. Pas ka thënë mjaftueshëm Isha, mjaftueshëm pas ka thënë. Po. Ka qenë të më thënë tekstualisht e përktheva ashtu siç e tha. Dhe tashti, ky aspekt tregon edhe mllefin e Putin ndaj perëndimit, nëse doni, por më tepër duke pasur në një farë mënyrë në dorë një kanal komunikimi shumë të rëndësishëm, do të thoja vital, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Rusia po tërheq vëmendjen që të mos atarohen më tepër, domethënë gjakrat dhe në drejtim të luftës, sepse në fund të fundit luftat nuk vazhdojnë përjetësisht dhe Rusia shpreson, kuptohet që me le të themi me interesat e veta dhe me aspiratat e veta dëshiron ta mbarojë të konflikt si mos më mirë për vete, të dalë të paktën me një farë trofeu në dorë. Sigurisht që nuk është ai trofej që e prisnin në fillim, por të paktën me diçka në dorë. Për sa i përket zhvillimeve në fushën e betejës në Pakrovsk, mas mediat perëndimore po mundohen ta kundërshtojnë të faktë, rusët me insistim po ngulin këmbë që ai është marrë. Këto janë, Pakrovsku ka qenë një pikë strategjike shumë e rëndësishme dhe është, vazhdo të mbetet, ku kryqëzohen edhe rrugët automobilistike, kurorëdhore, pastaj ka dhe nga ana e fortifikimeve. Për atë qytet janë bërë luftime 4 muaj, rresht, pa pushim, dhe situata në front, pavarësisht nga deklaratave që bëhen nga të dyja palët, ka qenë shumë e nderë me shumë viktima. Dhe një diçka karakteristike Biles, gazeta Bild gjermane e bëri të ditur që përmes ushtarëve të Ukrainës ka pasur dhe forca speciale të përgatitura shumë mirë dhe të armatosur gjermëdhën, po ka pasur edhe trupa të pa përgatitura fare, të ushtarë të rinj me pak municione, që i kanë marrë thuajse nga rrugët dhe i kanë hedhur në front, pra mish për top, pra të dyja gjërat janë afër njëra tjetrës. Pra, situata në front është e nderë dhe Rusia insiston për të pikën e Donbasit, me amerikanët nuk kanë rënë në ujdi për momentin për Donbasin, nuk është që nuk kanë rënë me amerikanët, por thjesht në bisedimet që u bën në Florida më përpara me Umerov, ata domethënë ukrainasit ngulin këmbë në ato pikat e tyre. Pra nuk ka një dakordsi për momentin, megjithatë ka pasur një thyrje akulli nga Zelenski që deklaroi që neve do të jemi të detyruar të bëjmë një farë lëshimi, të rishikojmë domethënë diçka të tillë. Pra shpresa është, por jo në një të ardhmen të afërt. Mendoj që deri në prill-maj lufta do të vazhdojë. E qartë, një korridor diplomatik sipas zotrit Puma është Amerika, por duke marrë parasysh ripozicionimin e saj në luftë, në raport me luftën në Ukrainë, kur është ajo prodhuesi armëve dhe tregtari i cili e përfiton ajkën e parave të kësaj lufte dhe është duke vazhduar, sepse e kemi dëgjuar atë deklarimit tashmë, nuk dhurojmë armë, vetëm i shesim dhe i paguan NATO. Dhe duke pas parasysh këtë çështje, edhe gjithashtu hyrjen në funksion të ndalesave që i ka rafineria naftë së Nishit në Serbi, çfarë ju bën kjo të nënkuptoni? Kemi një klim për përfundimin e luftës, apo thjesht kjo na tregon se lufta do të zgjas edhe për 2026? Vendimtare kjo jo, ka qenë, besoj që po hym, do ta plotësojmë, tham kështu 24 shkurtin 2026. Shenjat janë tregojnë që është diametralisht kundër pozicionimet janë. E tha Misho, jashtëzakonisht interesant. Po me një Amerikë, cila realisht po i fuqizon pozicion të saj, po e shat armatimin edhe gjithashtu, e ka lënë të lirë treshja e Kinës, Rusis, edhe gjithashtu shteteve tjera të këtij bloku në raport me Venezuelën atje, sepse ne kemi parë që të 3 shtetet i deklaruan Venezuelës se ne nuk ju mbështesim në rast të hyrjes së amerikanëve. Dhe sa ndikon në krejt situatën edhe ky fakt nga Amerika Latine. Krijohet një Ukrainë e re në Karajibe. Do thotë është çështje kohe, momenti kur ose do ik Maduro, ose do kemë invazion plot të amerikanëve. Kryesisht interesi është ekonomik. Kinezët dhe rusët, kinezët kanë shumë aksione, mund të thëmë investime në Venezuelë, po ashtu edhe rusët në sistem. A ka mundësi të jetë bërë një ndrym? Jo, absolut, po këtu po ta dalë. Kjo është një treg. Është një fjalie Donald Tusk, duket kryeministit polak, jashtëzakonisht interesante për planin 28 pikësh. Nuk mendoj që është plan paçor, por është plan tregtar. I takon komercializmit kështu në një mënyrë. A tregtuan amerikanët Ukrainën për Venezuelën, zotri? Absolut. Rusët janë të njohshëm edhe Asadun e kanë lënë me gishta ngoj ta çuj kështu në popullorçe. Por mendoj që Venezuelën është çështje kohe që është një edhe këtu është një dil. Mendoj. Bile, mendoj, ju përmendet Nisin, industrinë e naftës në Serbi. E cila tash për shkak të pronësisë ka lënë, më duket Çipriotët, grekët Çipriot do marrin këtë. Është një mega
kështu mund të them magnat të gjithashtu i tregus i cili jo i cili shqip dokumentacion krijohet sikur njerëz të na kur a ke pa këto afera të na kur ka pas korrupsion ose pasuri pa justifikueshme kanë qitë në amën Bajanakut. Po. Ma jo për se vlo. Kjo formë të tjera gjojnë me metoda të tilla ligjore. Por çka është e rëndësishme? Mendoj që rreth Ukrainës do kemi zgjatje të konfliktit. Sepse duket që pozicionet janë të ngrira. Amerikanë taktikisht do të lejojnë këtë formë, Donbasi do rrumbullaksohet, ka me dikon, mund të thëmë, dikon thuhet sa dyher Luksemburgu, një pjesë që komplet Donjecku, do thot rrumbullaksohet, dhe bazeni Donbasit së bashku me Luhanskun, do thot do merren me forcë ta qenë kështu. Por delegacioni i dhëndri Trumpit me Vitkofin do shkojnë edhe te Zelenski. Tash, Zelenski gjendet pozicionin që Andrej Jeremekun, bashkëpunëtorin më të ngushtë, është në nënhetime. Nuk është në gjendjen më të mirë, por evropianët më duket që atë fjalën që ja tha Misho, Putini rusisht me siguri e ka përcjell konferencën për Shtyp, unë sa ku mujt përkthim, por e ka fjalë një fjali operacion kirurgjik. Atë operacionin special në Ukrainë. Tash me Evropian do kemi kaliber tjetër. A të ndodh kjo në fakt, a do ketë kaliber tjetër, Misha? Sigurisht që jo. Këto janë fjalime preventive për të ulur gjakrat në fakt, për të kërcënuar sigurisht që është kërcënim, dhe ishte kërcënim bërthamor, pavarësisht se nuk u përdor kjo fjalë, por është e qartë. Zoti Bilali me shumë të drejtë tha për ai përmendi domethënë ndërhyrje kirurgjikale në Ukrainë, gjë që nuk do ta bënim në luftën me NATO në kuptim me perëndimin. Pra do ishte një luftë tjetër, domethënë edhe nënqeshi Biles kur e tha. Prandaj nuk është për të mos e marrë seriozisht, por edhe për t'i dhënë një efekt të merri kësaj ligjërate nuk ja vlen, sepse sidoqoftë kahu i paqes i bisedimeve po merr pjesë, domethënë po merr terren dhe falë dhe politikës amerikane të administratës së presidentit Trump, gjithsesi do të ketë një paqe, pavarësisht se tashmë palët janë goxha larg njëra tjetrës, por pritshmëria për shembull e Ukrainës në këtë moment ishte ndalimi i luftës në terren. Po ashtu edhe kjo disponimi dhe pritshmëria ruse, zotri Pumo. Sepse duke u rrethuar duke u rrethuar nga një klimë e tillë, mbase ju e thoni atë që e ndjeni, dhe është kjo ajo që e ndjeni ju. Se rusët duan paqe. Pritshmëria ruse është që kur e kupton që i ecën, do ecë derisa të eci. Okej. Pash Emanuelën që në fakt u pajtua me zoti Bilalin. Në fakt u pajtua me pyetjen në qoftë se rusët do shkojnë më larg se Ukraina, zonja Emanuela? Atere, në fakt, unë të gjithë çfarë thanë... Sepse zotri Pumo, në fakt, ishte jashtëzakonisht interesant në përgjigjen e tij. Tha, atë sa t'ju eci do shkojnë. Po, është shumë e vërtet, sepse në këtë moment, si do që t'jetë, janë kuptuan që janë në një avantazh strategjik në krahasim me Europën, sepse kanë gjetur në fakt në platë të tyre një dialog ekonomik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që Europa u dobësua jashtëmase me zënkat e tyre të brendshme. Kështu që sa të eci, do të eci, është shumë e drejtë. Zonja Dyrmishi, nuk dua të largosh, kam edhe një pyetje për juve. E lexova së fundi, thotë se Amerika gati t'i jap primatin e drejtimit ushtarak Gjermanisë, pra brenda Evropës. Sa ndryshon realisht loja me Gjermanët, të cilët fillimisht du një dokumentar Germany is doing what Europe fears the most, pra Gjermania po e bën atë që Europa i frigoj më shumti industrializimi edhe njëherë i industrisë ushtarake, në fakt, rifunksionalizimi industrisë ushtarake, përmes të disa normativave ligjore të cilat Merz i ka gjetur pas fillimit të luftës në Ukrainë. Realisht, sa ndryshot loja në këtë kontekst, nëse gjërat shkojnë kështu, duke ditur se Gjermanët një 2 herë kanë kollë botën. A bon para Emanueles vetëm 30 sekonda. Pa tjetër, zotri Bilalin. Pastaj vazhdon më falë ndjes. Duket Gjerman janë ankuar që Bundeswehri Gjerman, Pentagonin nuk i kthen emailat.
Amerikanët janë Amerikanët ankuar se Gjermanët nuk ignorojnë Gjermanët. Në anën tjetër kemi lajmin që do jenë forca kryesore me pozicione komanduese në NATO. Çka do thotë? Ashtu është kjo një përzierje, një mistifikim i cili len për të kuptuar shumë. Mentaliteti Gjerman dhe një industri pa kufi tashmë. Si shikoni zonja Dyrmishi në terren? Atëre, në vitet e fundit, Gjermania përforcoi jashtëmase nëpërmjet Rheinmetall. Rheinmetall është industria gjermane bazë për sa i përket armatimeve. U përforcuan ato që janë marrëveshjet ndërkombëtare për prodhimin e armëve dhe prodhimet e reja. Fillimisht në luftën Ukrainë, kur filloi lufta Ukrainë-Rusi, menjëherë u nënshkrua marrëveshja midis Rheinmetall dhe Leonardos për prodhimet e reja. Nga ana tjetër, do të kujtoja që përfuqizimi i Gjermanisë do të përdore në një farë mënyrë edhe si një lojë për të shmangur nga ana tjetër Francën, që gjithmonë ka qenë një aktor që ka dashur të luajë më vete në atë që është fokusi i NATO-s. Doli, u fut përsëri brenda dhe është me siguri një aktor që respektohet nga pjesa e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër edhe përpiqet të anashkalohet për shkak të pozicioneve që merr her pas here. Kështu që në fakt në terren kemi një fuqizim të vërtet të kësaj lloji strategjie ekonomike, do të thoja, sepse është nga vendet që kanë investuar më tepër. Emanuela, faleminderit shumë që ishe sot në program për të analizuar këtë situatë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë edhe Misha Pumës për herë për bashkëpunimin në fakt për këtë program. Kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, miropafshim. Faleminderit shumë edhe Zoj Bidalli, kënaqësi për herë të kemi këtu. Kënaqësi nga ana ime, faleminderit. Mirë, është koha të shkëputemi dhe do të rikthehemi e të flasim për shtëpinë më të madhe në vend. Big Brother VIP Kosova tashmë ka filluar edhe nominimi e gjithashtu votimi për të nominuarit e javës. Kush e lë shtëpinë brenda kësaj jave, gjithçka tjetër e kuptoni pas marketing.